Drejtuesin apo president onorifiku i shkëndijtë tonë, ne faktikisht jemi bashkë. Do të rejmë bashkë, kështu që po ti kemi edhe një shumë i kënaqur që jam sot në Tetov, duhet falenderoj kryetarin e bashkisë për ftesën, duhet falenderoj zotin Destani gjithashtu. Do kisha shumë dëshirë që t'isha në ndeshjen e dritës me Shkëndijin, po e kisha të pamundur, kështu që kisha akoma më shumë obligim të jem sot këtu. Është vërtet kënaqësi që në këtë vizitë të jem bashkë me homologun tim drejtuesin e Federatës Maqedonisë Veriut, zotin Masar. Dhe gjithashtu të shoh edhe fillimet apo procesin e ndërtimit të stadiumit. Unë kam qenë disa herë në këtë stadium, kam ndjekur ndeshje që vërtet ka qenë një stadium në gjendje shumë keqe, pothuajse të mjerueshme, dhe tani është një projekt i bukur që besoj, jam shumë i bindur që do shkoj përpara me bashkëpunimin shumë të mirë le të themi të tre faktorëve dhe aktorëve, kryetarit bashkisë, kompanisë, ekolog dhe me mbështetjen e Federatës Futbollit, pse jo nëpërmjet projekteve të UEFA-s. Ne kemi një projekt i cili mbështet që quhet Hat-Trick, i cili mbështet projektet zhvilluese të federatave nacionale, dhe besoj që nëpërmjet padyshim Federatës Maqedonisë Veriut dhe zoti Masar do ta shfrytëzoj këtë për ta mbështetur dhe këtë projekt. Uroj që sa më shpejt të jemi këtu për të pa ndeshje futbolli në një stadium të ri, kategorisë 4, të vlefshëm për çdo lloj aktiviteti ndërkombëtar, pse jo Shkëndijin e Tetovës, jo vetëm në grupet e Conference Ligës, por edhe më lart edhe në Champions League, dhe kombëtarën e Maqedonisë Veriut ta shohim këtu. Ne jemi sot këtu për një projekt të përbashkët, për një projekt të mirë, të cilin po e realizojmë, dhe ajo ka të bëjë me një fush sporti, fush futbolli, ku do të shpërfaqen emocionet e futboll dashësve. Ne besojmë që në momentin më të shpejt të përfundimit të këtij stadiumi, edhe Tetova do të jetë një qendër e rëndësishme e futbollit pas Shkupit. Jem shumë i nderuar që sot patëm rastin të jemi këtu në stadion të Tetovës, po jo vetëm si stadion, po edhe si ndërtim që shohim që veç punët janë të hecë shumë mirë dhe shpejt. Së diti falenderoj shumë që sot kemi këtu edhe presidentin e Federatës Shqiptare, Armando Duko, i cili gjithmonë na ka nderuar, po edhe sot është prezent këtu bashkë me ne, po ashtu edhe Masar Omeragic i Federatës Maqedonisë të futbollit. Të dikta i kam edhe miq të vjetër, edhe kemi biseduar edhe më herët me ta, edhe i kemi mbështetës si për stadionin, si për punët të ecin mirë të sportit këtu në Maqedoni. Federata do të përfshihet në projektin e stadiumit të qytetit në Tetov, duke kontribuar në montimin e stolave dhe mbulimin e tribunave, me mbështetje nga UEFA dhe FIFA. Ky stadium do të plotësojë të gjitha standardet e FIFA-s dhe UEFA-s dhe do të mundësojë zhvillimin e ndeshjeve të Shkëndijës, të Teksit dhe kombëtares së Maqedonisë së Veriut. Në rëndësi është që të luhet futboll, sepse ky sport i bashkon njerëzit dhe sjell vlera pozitive për komunitetin.